falënderoni Allahun e Madh që ju ka bërë musliman ata. Wallahi kjo është begati që nuk krahasohet, nuk barazohet me të begatia ata. Po të ishte udhëzimi i Allahut dhe Islami në bazë të raporteve me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të ishte agja e tij i parë nga muslimanët ata. Po të ishte për ndonjë gjë, çfarë do lloj kriteri merre? Në bazë të çkafit do të meriton të dikush udhëzimin, do të ishte përgjigje Abu Talibit. Çka dush merr ata? Por megjithatë nuk u udhëzua ata. Ndërsa ti nuk e ke pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. As nuk e pas rastin me ndihmu ti shikon kur e kanë përzon ata. Apo asun as ti. As ke qenë ti asun kur e kanë rrethuar dhe buksi kanë dhënë. S'kemi qenë atje ata. Ju s'keni qenë kur ja kanë vendosur mbi kokë mbeturinat e deveve, duke u fal, ja kanë gjutë mbi kokë. Ti s'ke qenë ja hiek ata. Në gjithë ato zhvillimin as kemi qenë. Ata kanë qenë. Megjithatë, atyre Allahu xhallahu ala u tregon një rrugë tjetër për dikun tjetër, sikurse Abu Talibit, e tyre dhe mu Allahu na hapi rrugën e xhenetit. Dhe kjo është begati e madhe. Udhëzimi i Islamit, ardhja në xhami, falja namazit, agjerimi, çdo ibadet që e bëjmë, vallahi nuk është produkt i mendjes tonë, e as i aftësisë tonë, e as i fuqisë tonë, e as i guximit tënd, e as i parave tuaja, as autoritetit tënd, as dijes tënde. Është përzgjedhja e Allahut. Të ka dashur, të ka zgjedhur, të ka pruçtuar. Pik, s'ka kush e mëson atë. Asnjë shpjegim tjetër nuk qëndron, veç ky. Ai e dim pse të ka dashur, unë s'di me të kallzu pse. As për vetë s'di pse më ka ulë të karrik. S'di. Po ai të ka përzgjedhur atë. Ai të ka përzgjedhur. Andaj, si do t'ja kthesh përzgjedhjen? Ai të ka përzgjedhur që t'jesh më i miri. E ku jeti me këtë përzgjedhje? Ai të ka përzgjedhur që t'jesh rob i tij, të ka zgjedhur në mesin e qindra mirave tjerë, të ka marrë nga mesi tyne. Ti, po du me konë rubi jam apëtër. Zdi pse e ka bo këtë vallahi, as vetë zdi. Por e ka bo, atë ka pru që tu. E ka bo. E qysh ja këthejmë në prapë? E atë qysh, me qëfar ja këthejmë të Allah? Në halajna me do gjunohet të mënu mi hjekë, po hjekë ma të Allah, ngritu. Dëshmoje, jo meritën, që së me dëshman, por reflektoj për lesfaku me përgjësi, në kezgjedh, tash dyqysh duhet me dhënë mundin i kalzu se, ja rab, do të mundona me të regu se, mirë është në kezgjedh mua, mirë e kaj, a i zbën keq, po ti me punë të tuja, kalzoj pak, ngritun këtë shkallë, reflektoj pozitivisht, për këtë përzgjedhje që të ka zgjedh ty, e se zgjedhi agjën e pejgamberi sallallahu. Ati i tha ti të tërkapëtën. E pse zdi vëllaj? Vëllahi nuk di atë. As pejgamberi sallallahu se kuptaj. Vesh Allah i tha, inneke la tehdi men ahbebte. Këto kuptaje, nuk ka me dashni kjo punë. Dhe mu fundat. Dhe kjo begati e madhe udhëzimit. E mundësi që thua la ilaha illallah, o lëndërua. A din së njëri të në këtë botë, zdin Allah me thonë ato. Zdin! Wallahi nuk din elhamdulillah me thonë. Jetan, han, pin, flan, gjitha, vdes, kur gjua ati s'ka thonë elhamdulillah. E ti sara thushtja. A ti që ka të mënë elhamdulillah? Ka thonë pejgamber sëmë, elhamdulillah, temle ul mizan. Fjala elhamdulillah, u amush peshoret nesër kur qitën veprat mu matë. E ty ka thonë, ty po du me më detmu, ka më elhamdulillah hapët. Po s'jelen Allah gjithë kam ja përmanan në Allah pëta. E po, s'len. E kështë pas jef ti mu përman ku të koft? Jo, valla, dikun pa mire, ama jo gjithë kun. është degradim, është devalvim. Po dhe a i s'ka qef gjithë kush mja përmanan në pëtë. E ka përzgjedh. Ti e nga të përzgjedhurit. Falëndroje për këtë përzgjedhje. Reflekto pozitivisht. Gritur në nivelin e kësaj përzgjedhje që Allah të ka zgjedh thjesht muslimanat.